rivotim atje. Natyrisht nuk bëhet fjalë për keqpërdorime as për dyshime që është të vërteta të keqpërdorimeve, thjesht është stuhi në gotë e atyre të cilët nuk i kanë, le të themi, përmbushur pritshmëritë e tyre të cilat i kanë nisur shumë 12 dhjetor. Do në është faza e tretë, do të thonë, e atyre të cilët nëpërmjet një inxhinieringu publik për të ndikuar opinionin publik, qoftë përmes exit pollove, qoftë përmes deklarimeve, reagimeve të zhurmshme, edhe në raundin e parë, edhe në raundin e dytë, do të thonë e kam përjetuar rënd rezultatin përfundimtar. Nuk bëhet fjalë për asnjë cenim të integritetit zgjedhor, për as keqpërdorim, procesi është i pastër në kuptimin zgjedhor të fjalës dhe të garantimit të shprehjes së vullnetit të votuesve pa asnjë ndikim, pa asnjë presion në përputhje me të gjitha, jo vetëm normat ligjore, por edhe me standardet ndërkombëtare të një procesi zgjedhor të vlerësuar gjithandej në kuptimin e mbarvajtjes, por që zhurma filloi 24 orë pas mbylljes së vendvotimeve, madje do të thonë pas publikimit të rezultatit preliminar nga ana e KQZ-s, madje do të thoya edhe pas pranimit të rezultatit nga vetë